Pra grupet që kanë agjendë radikale, dhe këtu janë dy grupe me agjendë radikale, janë neomarksistët, pra ta komunistët e llojit të ri të Arlind Qorit apo të tjerë, është një fiber e vogël e pa organizuar, po për herë të parë prezente në jetën publike e islamit politik. Këto të dyja janë shumë të rrezikshme sepse kanë dominuar retorikën atje. Por parullat kryesore, ato që ti shikon, janë të gjitha antikapitaliste, deri diku dhe antiperëndimore. Edhe mbajtja kështu në një amulli, pa leadership, pa profilizim politik, është tipike për grupet radikale, sepse këto e preferojnë këtë lloj morali që krijohet në shoqëri, duke vjel prurje nga të gjitha, nga 360 gradë, po secili e kërkon ta marrë për vete nga këto dy grupet radikale. Kryesisht më tepër le të themi antikapitalistët që janë strukturuar politikisht, lëvizja bashka, si quhet, Arlind Qorit. Ti mendon që Arlind Qori ka dorë në këtë punë, apo vetëm del me një kamër që tregon që unë jam mes turmës, apo ka ndikim, ka indicie që ai po e kontrollon brenda frymës vet? Se majt? Jo si organizim. Ekstreme? Jo si organizim, po si retorike ka imponuar. Ky është antikapitalizëm dhe antiperëndimorizëm. Këto mua më trembin, prandaj i